Zhvillimi i turizmit në Bashkinë me Malia i ka rritur ndjeshëm interesin e banorëve për të çelur biznese të reja në këtë sektor. Gjatë këtij viti janë hapur rreth 20 subjekte të reja, duke sjellë gjallëri në aktivitetin ekonomik lokal. Këtë e bën me dije Valdete Xhelollari, specialiste pranë zyrës së tatim taksave në Bashki. Rritja e turistëve në qytetin me Malia i ka treguar një interes për gjatë lumit Vjosa, që për gjatë verës të kërkojnë, kemi kërkesa për hapjen e çelje të bizneseve të reja sezonale. Përveç kërkesave të hapjes së bizneseve sezonal, kemi kërkesa në përfshatra për hapjen e bujtinave për akomodimin e turistave. Sipas saj, aktualisht në territorin e kësaj bashkie, ushtrojnë aktivitetin e tyre rreth 120 biznese të vogla dhe 10 të mëdha. Ajo ju bën apel gjithashtu subjekteve debitor që të shlyejnë detyrimet e prapambetura ndaj bashkisë. Gjithashtu kam një apel për të gjithë bizneset që janë debitor të paraqiten pranë zyrës tatim taksave në Bashkinë me Malia i të bëjnë pagesat e detyrimeve, pasi shmangim edhe kamatvonesat. Zhvillimi i turizmit dhe rritja e numrit të bizneseve në Bashkinë me Malia i po sjell një gjallëri të re ekonomike në zonë.